nuk është normale që ne ta paragjykojmë këtë komunitet, sepse ka vlera dhe mbarë vlera të jashtëzakonshme. Ky komunitet duhet integruar në shoqërinë tonë, sepse me të vërtetë është një vlerë për shoqërinë tonë dhe nuk ka pse të paragjykohet në asnjë lloj mënyre. Për shembull, kam parë rastin e Gjirokastrës, ku shumë pjesëtarë të këtij komuniteti kishin filluar të ktheheshin nga Greqia, domethënë kriza ekonomike greke kishin filluar të kthente edhe vetë komunitetin në atë zonë. Dhe ata ishin rikthyer në tokat e tyre, pra në ato ndërtesa që dikur ishin ngritur për ta, por sot i gjenin të zaptuara nga fshatat nga banorët e fshatrave të thellë Gjirokastrës. Dhe ata sot nuk kishin as të drejtën për të patur atë tokë tyre, në tokë që ishte dhënë më përpara. Domethënë as këtë nuk po garantojmë mundësinë për të patur të paktën një copës tokë ku të ngrenë një shtëpi normale. Dhe mua më ka mbetur në mendje diçka që më tha një përfaqësues i komunitetit aty, tha: "Shiko, neve nuk kemi qenë. Kemi dhe ne drejtën dhe ne kemi punuar dhe duam ngrejmë një shtëpi të denjë. Të paktën këtë të japim." Ky lloj paragjykimi është anormal në një shoqëri që pretendon të integrohet në Bashkimin Evropian. Është absurde ta mendosh.